Pushkatim. Kështu që Rama Burg, Berisha Burg nuk duhet të ekzistojmë si shprehje. Ti bashkohet patjetër Ilir Metës dhe gjithë shokëve tjerë, Elon Velia dhe të gjithë me radhë. Por t'ju hiqen të gjitha asetet, nga e parat e fundit, nga makinat, nga rezortet, nga pronat, nga gjithë shka që ju kanë vjedhur, mua dhe juve që jeni të gjithë tu. Shumë e thjeshtë është. Nuk është burgu zgjidhje, se të gjithë nga burrat që janë këtu, përfshirë mua, do i bëja 5 vjet burg për 50 milion euro. Apo do i bëni ju? Do i bëni, se keni fëmijë, keni prindër, dhe trashëgohet pasuria, kupton? Kështu që, për mendimin tim vetëm ajo ka ngelur. Doja të kisha një pankart në dorë, por nuk e kam për momentin. Do kisha zgjedhur një litar dhe do e mbaja këtu. Një pankart me një litar. Mund të dhe shumë gjëra tjera se jemi deri këtu të mbushur, të gjithë. Fryme të re, me vlerë, me dinjitet, me vërtetësi për Shqipërinë, për Korçën dhe për bashkë Shqipërinë. Që ditën e shtunë deri ditën e premte, dhe ku të gjithë thoshin, po me Korçën, ç'bëhet me Korçën? Sepse korçarët janë indiferentë. Dhe sot, me prezencën tuaj këtu, jam shumë e lumtur që t'ju tregoj që ne nuk jemi indiferent, ne jemi qytetarë, ngrihemi atëherë kur ndjehemi të shtypur, protestojmë kundër arogancës, kundër ajdutërisë. Dëgjova në diskurset publike shumë shpesh që thuhet çfarë i bëri njerëzit të dalin tani. Pse tani dhe jo më parë? Dhe kështu krijohet hapësira për të menduar që ka konspiracione, ka njerëz tuaj, ju japi mundësinë atyre që të hedhin baltë mbi këtë protestë. Këtë shtetit qëndron një njeri që urrëtitjen për këtë vend e ka patologjike. Dorëheqje, 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 dorëheqje. Sepse në një vend ku diskutohet mbijetesa, nuk mund të diskutohet dinjiteti. Prandaj ne kemi dalë edhe për dinjitetin e tyre. Sepse neve jemi një. Dinjitet, dinjitet, dinjitet. Sot këtu si pjesë e mira të rinjve që po përballen me një zgjedhje shumë të padrejtë, të largohen nga vendi që duan për të ndërtuar jetën që meritojnë. Para 2 ditësh mamaja ime më tha disa fjalë që më kanë thyer zemrën. Unë më mirë të vuaja largimin tënd nga Shqipëria, sesa të vuaje ti gjithë jetën në Shqipëri. Pse vajza të reja si unë me talent, me energji, me ambicie dhe me bindje duhet të shtektojnë sa më larg Korçës dhe sa më larg shtetit shqiptar? Pse ëndrat tona duhet të kenë një adresë jashtë kufive të Shqipërisë? Kur zemra jonë vazhdon të gjendet këtu. Pse duhet ta kërkojmë ne suksesin diku tjetër dhe jo në vendin ku kemi lindur dhe aty ku ne duam të ndërtojmë të ardhmen tonë? Kjo qeveri e kalbur mua nuk arriti të më siguronte mundësinë për të ndjekur degën që unë ndëroja dhe as kushtet për të zhvilluar talentet e mia këtu. Por unë nuk jam e vetmja. Emigracioni nuk më ka marrë vetëm njerëzit që kam dashur, por dhe kohën që unë duhet të kisha me ta. Dhe këtë asnjëri prej nesh nuk duhet ta falë. Ne jemi këtu që të kërkojmë një Shqipëri ku ëndra ndërtohen dhe jo eksportohen. Shumë faleminderit. Koduar është dentisti, se këtë punë bëj. Jam agent grek, e pranoj dhe për muaj marr rogën në Alfa Bank, 800 euro rogë. Ju falenderoj të gjithve që një agent këtu që mi mbledhur dhe po qaj balet agenturave të jashtme dhe të brendshme. Kemi Iranianë, nga Kuvajti, e janë e tha nga Arabia Saudite. Por, i vetëmi që ka firmosur në Izrael, një kontrate që qiti Shqipërinë është i gjatë, i paloshi. A është i këtiri. I vetëmi që i thotë dena, o djallet, se ka pensionin e vogël. Pushoti, ty do të futim parti. I thotë a ju tjetri, pse unë e kam ilacet e larta, ty gjatë do të gjem luset, burë 70 vjetë. Talë me deret me pridritanë. Ja zdek i qoftë. Dhe ja zdek i qoftë të tërve që s'kanë erdhur sot, të të korçarë që janë. Ata që kanë betur. Nga një morët me pisleqe. Unë kam qenë në shtetë, 15 vjetë reshtë. Jam punoj në poliklinika, kam punuar.
e lash punën vetëm se nuk arrinja do të merë. Erdhi gjati do të vem të apresim aty. Erdhi i shkurti do vem në bashkë të ndej. Erdhi ajo tjetri do vem aty. Pa të ishe ti me fund të mesdor të votoj aty, që s'më mori njeri asë më pyeti. Do vesh aty, dhe një moment pyes. Unë e marogën si doktor, apo si patronazhist? Damën i thash. Po që se ja patronazhist, lem një fare se dua këtë punë. Unë ka marua në Rumani dentist. Dhe kështu do të vazhdoj të rjetën. Dhe kam shumë për të thënë. Si e zduri dhe zdoja me Belvedere, që është të turp, u betra ndërtejs dhe se morë vesh kush e beri, dhe ka mundësi shumë që më mund të bërë dhe hotel. Se kështu po këthejnë këto. Marrin fonde publike, i bëjnë shkolla, pastaj bëjnë bujtira, pastaj bëjnë dhe hotel, dhe investitorë strategjike që janë dhe allergjik, më falë që po e zjatë, që marrin dhe miliardat, është €1 në ditë, ose €1 në vit, ose në 400 vjetë. Kurse ne që punojmë ndeshmërisht, na mbyllet dyqanet, na vjen taksa, na zbojnë mundësisht, që të vinë ata byrazet nga Izraeli se jo prishë vendin aty e duan doj vetë me dejtë tash janë nga kam parë neve dhe edhe një ishull që kishim po na e marim. Dhe s'ka me ndërfare as për kafshë, as për zoqë, as për gjë. Pa drejtësi të këtu si banë për lobi. Dhe njerëzit nuk reagojnë dhe është shumë turp. Se tjetrit shkel me kepë pasta. E le, vete ku do vej. Juroj shëndet dhe ju pres të vini më shumë, tërë kolegë qarë kam. Administratës edhe unë kam familjar në administratë dhe nuk mund t'i kuptoj më, kupton? Do me thënë që të arish një revolucion të bërgjerat e jashtëzakonshme, që të arish një gjithë jashtëzakonshme, normal dhe veprat duhet janë të jashtëzakonshme. Kështu që edhe vlla im tjetë administratë duhet dalë këtu ta lëri punën, se në qofë se mund t'jenë një veta që ai mund t'eqë, në qofë se bëjnë 100.000 ata nuk mund t'eqën do të me, kupton? Tani unë kam pasur mamin e kam pasur në dogan e trahurave, e vetëm ja gjë që i kërkojnë në punë ishte të futet aktivistët dhe të bënim sa më shumë vota, e kupton? Ka qenë një turp edhe për mua që kam bërë i pari, ka qenë një turp, e kuptuam e kuptuam gabimin se nuk mund të qesi moralin për një pak për 400.000 lekë ose 500.000 lekë. Kështu që shpresoj nesër dalim më shumë, shpresoj ta heqim mra. Për takuar njerëzit e mi, kam takuar edhe shënjist këtë klasës, po, edhe me të vërtet, kam ardhur më të nëmë shumë e intimuar, kemi ikur që të rinj, kam ikur studente, edhe fëmijët, po më marroj me notat të shkëllqyra. Në kur vi këtu vi, më thëmë vime, qaj se më merë malë dhe për kurs, e so kakut më merë malë. Dëndaj, jo ramatik, po të shduket. Rama në burg, Berisha në burg. Shqipëria është e shqiptarve, e vimi vetë shqiptarë dhe vdekja është e tramtarë. Jetojmë të gjithë, vërtet të vitemi jetojmë, po unë, më të miku rinia, miku komplet, miku, jo rinia, po miku, do më thënë tjeshta. Më thënë vete të punoj dhe t'ja për Gjermani, kur mund t'ja për Shqipërinë për koshën time të dashur. Prandaj them, jo të qërojt, po të zhduket një orën për para. Sepse Shqipëria është e jona, është e shqiptarëve, nuk është asë njeriu, nuk është e imja personale. Sot kam një keqardhje të madhe që është kaq pak ky shesh. Si që ishte ditën e parë që na u mbush zemra. Tani, unë dua t'i bëj një thirrje të rinjve, një mesazh. Të thesin dhe pak në kujtesën ato vitet e kaluara. Më 90-ën këtu kemi e qizuare me Rozhën. Po nuk ishte kjo situatë, ishte shumë më keq. Si për në këto taraca kishte snajpera, që fatmirësisht nuk morën urdhër për të shtenë. Prandaj, rinia sot nuk duhet të ketë frikë. Liria nuk fitohet nga shtëpia, nuk fitohet nga lokali, nuk fitohet nga celulari, fitohet në shesh. A e pata të largjatësinë dje? A ju erdhën zorët në goja, kur e patë? Që bende si lavire. Po mua nuk më dhejmë shumë a ju. Nuk më dhejmë shumë a ju, më dhejmë ata që duar trokasin. Me ata e kam. A vërtet u kënaqën ata që pa në kryeministrin atje? Tani, kjo partije punës që sot quhet Partia Socialiste, ka ngritur tërë arsenalin e saj, tërë patronazhistët, tërë spiuna, tërë fuksat që theshim ne që moti, sot janë patronazhiste. Dhe rezultati është ky që jemi kaq pak. Prandaj u bëj thirrje të gjithëve, ngreuni, thyeni frikën.
thyeni frikën. Më kaq keq se qemi nuk kanë që na bejnë, nuk kemi çfarë rumbim. Poshtë Tirama. Kanë 36 vjetë që së rollatin këtë popull. Po ka ardhur një pikë që o sot, o kur, kombi është në rrezik. Bëhet fjalë për mbijetesë. Do jemi ne si komp nesër apo s'do jemi. Këtë qëllim kanë, prandaj o sot, o kur. Faleminderit.